Mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim të ngarkuarën me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë anu Pratipati, ku kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend. Presidenca ka njoftuar se në takim është theksuar rëndësia e ruajtjes së një mjedisi demokratik ku respektohen mendimet e ndryshme edhe debati publik zhvillohet në mënyrë të përgjithshme. Është diskutuar po ashtu edhe për bashkëpunimin bilateral mes Kosovës dhe SBA-s. Presidentja ka theksuar përkushtimin e vazhdueshëm të Republikës së Kosovës për të thelluar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, duke ritheksuar se kjo aleancë mbetet jetike dhe e pazëvendësueshme për Republikën e Kosovës. Tërsa gjykata kushtetuese ka vendosur që t'i shqyrtojë në një procedurë të vetme kërkesën e kryeministrit Kurti dhe atë të deputetëve të LVV-s për dekretin e presidentës Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Ndërkohë, partitë politike kanë filluar kalkulimet për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kryetari LDK-s, Lumir Abdigjiku, nuk i ka përjashtuar mundësinë e një fronti të përbashkët me Vjosa Osmanin. Ndonë se kërkesat janë dorëzuar në gjykatë kushtetuese në kohë të ndryshme, ajo e kryeministrit Kurti dhe e deputetëve të vetëvendosjes ndaj dekretit të presidentës Osmani. Gjykata kushtetuese do të shqyrtojë ato të bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i gjykatës kushtetuese Veton Dula tha se arsyeja e bashkimit të kërkesave është se objekti i çështjes është i njëjtë. Kërkesa e kryeministrit të Republikës së Kosovës për kitazi me dekretin e presidentës është bashkuar me kërkesën e dorëzuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës për shkak të objektit të njëjtë të çështjes. Në gjykatë kushtetuese fillimisht ishte dorëzuar kërkesa e kryeministrit për kitazi me dekretin me 7 mars. Si rrjedhoi, gjykata u kishte kërkuar palëve të interesit që komentet e tyre të i dorëzojnë deri me 11 mars. Gjykata sqaron se me 9 mars kishte pranuar kërkesë edhe nga deputetët e vetëvendosjes për të njëjtën çështje. Prandaj u ka dërguar palëve një shkresë tjetër për dorëzimin e komenteve edhe në këtë rast deri me 12 mars 2026. Ndërkohë që gjykata kushtetuese pritet dalë me një vendim, partitë politike kanë dhënë sinjalet e para se po përgatiten për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se synon bashkimin e një fronti të fortë institucional të së djathtës, duke mos përjashtuar edhe Vjosa Osmanin. Koha kërkon bashkim të institucionalistëve, mbështetësve të Republikës dhe të gjithë udhëtarëve të rrugës euroatlantike. Të gjithë këta kanë një shtëpi të përbashkët, lidhjen demokratike të Kosovës. Prandaj do të nisë bashkimin e madh politike qytetar rreth një projekti të përbashkët. AK-ja ka dalë në përkrahje të çdo bashkimi që është kundër pushtetit aktual. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Besnik Tahiri, po ashtu ka dalë në mbrojtje edhe të dekretit të presidentes Osmani. Bukur shumë është vonu opozita për të qenë e bashkuar në platformat e veta politike. Dhe unë mendoj që çfarë do bashkimi që duhet ndodh karshi këtij pushteti duhet mos ketë vetëm profil politik e djathtë e majt, po duhet këtë vizion shtetënor. Ndërkohë, Rashid Qalaj nga PDK është i bindur se vendi po shkon në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Prandaj, sipas tij, kjo parti është e gatshme edhe për një cikël të ri zgjedhjesh. Megjithatë, Qalaj preferon që PDK të shkojë e vetme në zgjedhje. Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës duhet bëj përpjekje që del sa më shumë organizuar dhe del sa më mirë në zgjedhjet. Mirë, po spakut personalisht mendoj që për momentin Partia Demokratike të shkojë vetëm në zgjedhje. Ligjëruesi i shkencave politike Basri Muja vlerëson se veprimet e subjekteve politike lënë të kuptohet se ato po përgatiten për çdo skenar, përfshirë edhe shkuarjen në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Megjithatë, sipas tij, vendimi i gjykatës mund të ndryshojë rrethanat politike. Në situata të pasigurta institucionale, partitë zakonisht fillojnë të rreshtohen dhe të testojnë koalicionet e mundshme në mënyrë që të jenë gatshme nëse vendi eventualisht shkon në zgjedhje. Vendimi i kësaj gjykate mendoj që do të jetë edhe përcaktues për hapat e ardhshme politike. Gjykata kushtetuese pritet të marrë vendim për kushtetueshmërinë ose jo të dekretit të presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit, jo më vonë se deri me 31 mars.
Kryetari i LDK-s Lumir Abdi Gjiku ka deklaruar se për përfshirjen e mundshme të Osmanit në një front të përbashkët politik do të deklarohet më specifikisht pas përfundimit të mandatit të saj si presidente. Por për këtë temë jo të gjithë pajtohen në LDK. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku, ka paralemruar një bashkim të siç i quajti institucionalistëve, mbështetësve të Republikës dhe të gjithë udhëtarëve të rrugës euroatlantike. Abdi Gjiku theksoi nevojën për tejkalimin e dallimeve dhe për qëndrimin në të ardhmen e vendit. Abdi Gjiku u deklarua edhe për rikthimin eventual të presidentës Osmani në LDK, duke thënë se bashkimi me presidentën Vjosa Osmani do të ishte i dobishëm për vendin. Përderisa zonja Osmani është presidente e vendit dhe për 25 ditët e ardhshme i bëjmë nder Republikës dhe institucionit nëse nuk e përfshim në çështje partijake. Pas kësaj kohe mund të flasim më specifikisht. Padyshim, përbashkimi eventual në një vizion të përbashkët do të ishte i dobishëm për vendin. Vetë Osmani nuk e ka përjashtuar mundësinë e ribashkimit me partinë, ku ka nisur karrierën politike, por jo të gjithë në LDK kanë shprehur për krajen për kthimin e Osmanit. Më i rezervuar u shpreh ish kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, i cili ja kujtoi Osmanit veprimet e saj të para 5 viteve, të cilat, sipas Hotit, dëmtuan LDK-n, por edhe Kosovën. Është drejt e saj si vepron ajo pasi të mbaroi mandatin. Është drejt e saj, varet nga ajo. Një gjë është e vërtet që dëmët që janë shkaktuar LDK-s nga ajo personalisht i kanë kushtuar vendit dhe LDK-s. Pas 5 viteve, ende kemi pasojat e veprimeve të saj. Asaj i ka dhënë LDK-ja gjithçka, duke e kandiduar për kryeministre, duke e zgjedhur kryetare të kuvendit. Veprimet që ka ndërmarrë ajo para 5 vitesh janë jashtë çdo etike të sjelljes. LDK është parti e hapur, secili që ka vullnet e që respekton statusin e partisë mund të bashkohet me LDK-n në parim. Kanë mbetur plag nga veprimet e saj politike të pabesa ndaj LDK-s. E ka marrë një pjesë të LDK-s dhe e ka çuar në kampin tjetër politik. Dëmët janë të pariparueshme. Megjithatë, një ribashkim i Osmanit me LDK-n do të ishte e vështirë se të shihet si një alternativë serioze ndaj lëvizjes vetëvendosje, pasi që Osmani ka përgjegjësinë në të cilën gjendet Kosova, por edhe LDK-ja, thot analisti Afrim Kasolli. Rrugtimi politik i Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit është i ndryshëm sa i përket ambicieve të tyre egocentrike politike, nëse i pari për të realizuar këto ka ndërtuar një organizat nga hiçi që nuk ka ekzistuar. Vjosa Osmani ka rënuar një organizat politike për ta plotësuar këtë ambicje personale. Në këtë drejtim mirë, por kur rënohet një organizat, rënohen edhe mundësitë politike për ta sfiduar një pushtet të caktuar. Prandaj janë këto elemente që do ta hendikepojnë në masë të madhe Vjosa Osmanin që të jetë një alternativë serioze për ta dëmtuar tej mase lëvizjen vetëvendosje. Pohimet për rikthim në LDK nisën pas përplasjes së fortë të Osmanit me Kurtin dhe mos kandidimin e saj për presidente. Në fundjavën e kaluar, ajo shpërndau kuvendin me dekret pas dështimit të zgjedhjes së presidentit të ri, që nxiti përplasje të forta mes dy taboreve. Valë dorëheqësh në partinë Guxot të themeluar nga Vjosa Osmani. Kryesia dhe kryetaria e Degës në Deçan u larguan nga ky subjekt për shkak të mos kandidimit të Osmanit për presidente. Ndërkohë Dega e LDK-s në Deçan tha për Radio Televizionin 21 se është e hapur për bashkëpunim me të gjithë ata që duan të kontribojnë. Të dashur qytetarët e Deçanit, Kryetarja Degës së Guxon në Deçan, Rabie Haklaj, ka njoftuar se ka dhënë ndërheqje me gjithë kryesinë. Arsye deri te ky vendim u tha të jenë për plasjet e fundit mes lëvizjes vetëvendosje dhe presidentës Osmani, pasi kjo e fundit nuk u propozua për presidente edhe për një mandat të dytë. Ajo që ndodhi këto ditë neve si dege partisë Guxon e Deçan jo vetëm na indinjoi, por edhe na zhgënjeu pa mas. Ishte një tradhti e pastër nga partneri i koalicionit, i cili ndonse e shihte vullnetin masiv të qytetarëve fal punës së jashtëzakonshme të presidentës Vjosa Osmani në përfaqësimin aq dinjitos të qytetarëve të Republikës sonë, veproi në mënyrë të papranueshme. Dorëheqja e kryesisë së Degës Guxon në Deçan pason dorëheqjen e deputetit të Guxos, Haxhi Avdyli. Avdyli javën e kaluar deklaroi se ka dhënë dorëheqje nga Guxo, pas siç tha, fushatës së ulët ndaj presidentës Osmani, pasi ajo me dekret shpërndau kuvendin, si shkak i mosgjedhjes së presidentit brenda afateve kushtetuese. Ndërkohë, pas përplasjeve mes zyrtarëve të presidentës Osmani dhe atyre të qeverisë, u shtuan zërat për një rikthim të mundshëm të Osmanit në LDK. Lidhur me këtë çështje, për Radio Televizionin 21, deputeti Avdyli nuk pranoi të deklarohej,
por ish antari Guxos Shaqir Shala tha se një numër i deputetëve të Guxos përkrahin presidentën Osmani. Jemi në një situatë jo fort qartë, kështu se çka do të vendosë zonja Osmani. Por saktësisht jemi të bindur në vendosur se qëndrojnë fuqishëm pas zonjës Osmani, kryetarës Vjosa Osmani, cili do të jetë vendimi i saj, ne do të jemi pas. Okej. A jeni në komunikim me presidentën Osmani? Po, kryetarja ka qenë, kryetarja zonja Rabia Atre ka qenë komunikim me kryetarën dhe bashkëpunëtorët e saj. Shala ka deklaruar se një numër antarësh të Guxos ka mbetur të habitur nga qëndrimi i kryetarës Donika Gorvalla kundër rikandidimit të presidentës Osmani, ndërsa sa i përket ribashkimit të mundshëm me LDK-n, tha se nëse është në të mirë të shtetit, nuk do të kundërshtohet. Ndërkohë, ish guximtarëve të Deçanit menjëherë u hapi derën LDK-ja. Them të drejtën, kjo është situatë e re tani më, edhe është kohë e shkurt prej kur i pamë edhe lajmet edhe deklarimet në rrjetet sociale, nuk është që kemi ndonjë kontakt për momentin, mirë po sidoqoftë mbetet me u pa tutje, e thash edhe më herët që secili që dëshiron të jap kontributin e tij në një parti me traditë dhe me histori, siç e ka LDK-ja, është i mirëseardhur që ta vazhdoj rrugtimin e vet politik. Lëvizja vetëvendosje dhe Osmani nisën një përplasje pasi që presidentja Osmani me dekret shpërndau kuvendin. Pas kësaj, kundrejt Osmanit në rrjetet sociale, nisi një fushat e cila u konsiderua si linquese, por edhe kërcënuese, për çka Prokuroria Speciale ka marrë në pyetje një person. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme ka pezulluar partinë politike Aleanca për Kosovën e Re. E njëjta obligohet të mbajë kuvendin e saj brenda 45 ditësh, ndryshe do të regjistrohet nga regjistri i partive politike. Drejtori i sekretariatit të KQZ-s Besnik Buzhala tha se AKR-ja nuk ka respektuar afatin për mbajtjen e kuvendit dhe për këtë arsye duhet të pezullohet. Pavarësisht këtyre njoftimeve dhe rikujtimeve, partia politike nuk ka ndërmarrë veprime për përmbushjen e këtij obligimi ligjor. Andaj duke pas parasysh që partia politike Aleanca Kosova e Re nuk ka respektuar afatin për organizimin dhe mbajtjen e kuvendit, zyra i rekomandon KQZ-s si në VM të pezulloj partinë politike Aleanca Kosova e Re sipas nenit 5 të rregullorës numër 91/2024, të obligoj partinë politike Aleanca Kosova e Re me akronimin AKR që në një afat shtesë prej 45 ditësh të mbajë kuvendin e saj. Nëse partia politike e regjistruar Aleanca Kosova e Re nuk e mban kuvendin brenda afatit shtesë prej 45 ditësh, KQZ-ja me vendim do ta regjistrojë atë nga regjistri i partive politike. KQZ sot miratoi edhe planin e punës për vitin 2026, përgatitur në përputhje me planin strategjik 2023-2026, si dhe duke u mbështetur në konkluzionet dhe rekomandimet e përfituara nga proceset zgjedhore të vitit 2025. Një pjesë ndërmuese e këtyre aktivitetet të parapara varen sigurisht prej zgjedhjeve, por ato që janë obligime ligjore të KQZ-s do të përfundohen në tërësi. Në këtë plan parashihet mundësia e pezullimit të zbatimit të tij në rast të shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme. Asociacioni i Komunave të Kosovës njofton se është informuar nga Komiteti i Rajoneve i Bashkimit Evropian se e ka hequr përdorimin e fusnotës të emri i Kosovës. Në njoftim thuhet se ky vendim i Komitetit të Rajoneve të BE-s vlen për dokumentet dhe komunikimet duke e harmonizuar kështu këtë institucion me qëndrimin e Parlamentit Evropian, i cili përdor emërtimin Kosovë pa asteriks apo simbolin fusnot. Gjithashtu, nga ky komitet është bërë thirrje edhe për heqjen e masave të BE-s, pasi ato ndikojnë drejt për drejt në komunat dhe qytetarët e Kosovës. Dialogu Kosovë-Serbi është thelbësor për rrugën drejt BE-s për të dyja palët, thuhet në raportin për zgjerim fakt të Parlamentit Evropian. Ish krye negociator dhe profesor të integrimit evropian nuk presin përparim në dialog derisa, si thon, Kosova ka hyrë në një krizë të re institucionale.
Përderisa dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë në një udhkryq pa ndonjë rezultat konkret, Parlamenti Evropian në raportin e tij të zgjerimit u bëri sërish të qartë paleve se pa përparim në këtë proces nuk mund të ketë antarësim në Bashkimin Evropian. Nënvizon rëndësinë e dialogut Beograd-Prishtinë, i cili është thelbësor për Serbinë dhe Kosovën që të përparojnë në rrugët e tyre, përkatëse evropiane dhe të kontribuojnë në stabilitetin dhe prosperitetin rajonal. Miratimi i strategjisë për zgjerim të Bashkimit Evropian në të cilin Kosovës dhe jo vetëm i ritheksohet rëndësia e dialogut, vjen në një kohë kur vendi ka hyrë në një krizë të re institucionale. Ish krye negociatori Avni Arifi vlerëson se antarësimi i Kosovës në BE është i largët, përderisa siç thotë nuk ka as përparim në dialog e as institucione që do ta mundësonin një përparim në proces. Sipas tij, kryeministri Kurti synon t'ju ik obligimeve nga dialogu përmes krijimit të bllokadave institucionale. Unë besoj se pa dialog nuk ka kur gjë. Dhe pa dialog nuk mund të ketë pa institucione. E institucione Kosova që 2 vjet nuk po dën me pas institucione, nuk po dën me kriju qeveri, nuk po dën me kriju kuvend, po dën me marrë citatën. Kështu humbim fonde nga Bashkimi Evropian. Problemi është se nuk është vetëm bashkimi, domethënë integrimi në Bashkimin Evropian, domethënë dialogu si kriter për këtë punë, po është edhe fondi rritjes, domethënë edhe ai është kriter që disbursimi i parave të mbetura ka më bëu varësisht nga niveli i progresit në proces të dialogut. Ka shumë që mendojnë që arsyeja e bllokimit të institucioneve është se Kurti synon kësaj të ikë obligimeve që dalin nga marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit, sepse ajo është në kundërshtim me parimet e tina, me qëndrimet e tina më pashme. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit në vitin 2023, por kjo marrëveshje nuk është zbatuar. Sipas profesorit universitar të integrimeve evropiane Gazmend Qoraj, Parlamenti Evropian në raportin e zgjerimit rikonfirmoi kushtin e antarësimit të dyja palëve në BE. Ai thotë se Kosova është vendi i fundit në agjendën evropiane. Ne gjithmonë kemi ditë se ajo është kushti i vetëm, madje edhe për Serbinë, edhe për Kosovën, por ne si Kosovë me qenë se jemi mbrapa në proces, ne duhet bëjmë edhe shumë procese tjera. Për shembull finalizimin e MSA-s, agjendës evropiane të reformave, shumë procese tjera të akumulojmë më shumë fondet BE-s, të absorbojmë më shumë fonde, sepse pavarësisht procesit të integrimit, ajo do të na ndihmonte neve në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin institucional. Kjo është edhe një alarm për institucionet tona, që ne t'i promovojmë institucionet, t'i konsolidojmë institucionet tona lokale dhe mandej të bëjmë shumë punë për shfrytëzimin e fondeve, të bëjmë shumë punë për promovimin ton në agjendën evropiane. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2022, mirë po aplikimi i saj nuk është shqyrtuar ende. Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, së fundmi përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka thënë se është e gatshme të organizojë një takim të nivelit të lartë së shpejti, por ende s'ka asgjë konkrete. Fori ka njoftuar se ushtarët e këtij misioni po kryejnë patrullime në vend për të mbajtur në kontroll situatën dhe për të kontribuar në stabilitetin e të gjithë rajonit. Ushtarët shumë këmbësh nga Komanda Rajonale Perëndim vazhdojnë të kryejnë patrullat të motorizuara dhe në kamp brenda zonës së përgjegjësisë. Përmes këtyre patrullimeve të rregullta, personeli i KFOR-it ruan ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuan në stabilitetin në të gjithë rajonin, duke reflektuar për kushtimin e vazhdueshëm të KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, thuhet në një ftem. KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin Evropian për sundimin e ligjit në rolet e tyre përkatëse si përgjegjës për sigurinë, përfundua njoftimi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka rikonfirmuar mbështetjen e fortë të Shqipërisë për Kosovën, duke theksuar se pavarësia e saj nuk mund të kthehet mbrapa. Kosova është e pavarur, është republikë, tha ai në një intervistë për Turkey Today. Rama paralajmëroi gjithashtu se çdo kërcënim ekzistencial ndaj Kosovës do të ndikonte drejt për drejt edhe në Shqipëri. Nëse preket Kosova, preket Shqipëria, ka theksuar kryeministri i Shqipërisë Rama. Nëse Kosova është në një kërcënim ekzistencial, edhe Shqipëria është në një kërcënim ekzistencial, ka thënë.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimin ndaj ish-kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës Nagip Krasniqi dhe Isuf Zejnës, të akuzuar për dëmtimin e buxhetit të shtetit në vlerë rreth 37 milion euro. Dëshmin e dha sot Skënder Isufi, i cili tha se kompanisë për riparimin e kaldajës A5 nuk i është lëshuar leje punës pasi nuk ka plotësuar disa nga dokumentacionet si certifikatat shëndetësore e lista e punëtorëve. Kjo përgjigje e Isufit erdhi pas pyetjes së kryetarit të trupit gjykues Rahman Beqiri. Isufi tha se gjatë procesit të prokurimit nuk ka pasur asnjë element që do të tregonte se ka pasur anshmëri ndaj ndonjë operatori ekonomik. Pyetjes së avokatit të Krasniqit Virtyt Ibrahimaga se në cilin rast nën kontraktim duhet të paraqitet deklarat nën betim, dëshmitari ju përgjigjet se çdo kompani që merr pjesë në tender duhet ta paraqesë deklaratën nën betim, por sipas tij në rastin e kaldajës A5, nën kontraktori deklaratën nën betim e ka përcjellur të pavulosur. Përmes një aksioni para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, organizata për rritjen e cilësisë në arsim ka kundërshtuar mënyrën se si po trajtohet rasti i avancimit akademik të profesoreshës nga Fakulteti i Edukimit Fatlume Berisha. Drejtori i kësaj organizate, Dibran Hoxha, tha se kandidatja nuk i plotëson kriteret minimale për thirrjen profesori i rregullt. Në mbledhjen e Senatit të 17 dhjetorit 2025, trupa këshillëdhënëse e rektorit nuk e kishte rekomanduar kandidatën për avancim, për shkak se ajo nuk i përmbushte kriteret minimale të punimeve shkencore. Megjithatë, rasti është rikthyer për rishqyrtim në Fakultetin e Edukimit, ku është formuar një komision për të vlerësuar kredibilitetin e revistës, ku është botuar një nga punimet e saj. Sipas Orcës, një nga punimet ku Berisha është auditore korrespondente është botuar në revistën European Journal of Educational Research, e cila figuron në listën e Jeffrey Bill për revista dhe botues të dyshimt. Orka e konsideron të papranueshme mënyrën se si po tentohet të shtyhet përpara avancimi akademik i Fatlume Berishës nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ndonse kandidatja nuk i përmbush kriteret minimale për zgjedhje në thirrjen e profesorit të rregullt, rasti në fjalë është shndruar në një demonstrim se si një interes personal mund të mobilizojë mekanizma të tërë institucional për të anashkaluar një vlerësim profesional dhe për të relativizuar kriteret akademike që duhet të vlejnë njësoj për të gjithë. Orca ka kritikuar edhe përbërjen e komisionit që ka shqyrtuar kredibilitetin e revistës, duke theksuar se njëra nga antarët ishte edhe autore e punimit në fjalë, gjë që sipas tyre përben konflikt interesi. Në reagim thuhet se gjatë mbledhjes së Senatit me 28 janar 2026, trupat këshillëdhënëse kishin rekomanduar rizgjedhjen e Berishës me titullin aktual dhe jo avancimin. Megjithatë, kandidatja nuk kishte arritur të marrë votat e mjaftueshme për rizgjedhje, duke mbetur pa vendim. Ky rast tregon qartë se si një kandidatur individuale mund të angazhoj fakultet, senat dhe rektorat në përpjekje të gjatë për të relativizuar kriteret për avancim. Orca ka kërkuar që Senati i Universitetit të Prishtinës të anulloj vendimin për shqyrtimin e mëtejmë të rastit dhe që kandidatja të rizgjidhet në titullin ekzistues, duke theksuar se punimet e botuara në revistat të listuara si të dyshimta nuk mund të përdoren për avancim akademik. Ekipet për pastrimin e zonave të kontaminuara nga mjetet shpërthyese kanë prezantuar sot në Mitrovic progresin e arritur në teren dhe procedurat që përdoren gjatë operacioneve të pastrimit. Po ashtu u prezantuan edhe pajisje detektuese të mjeteve të pashpërthyera. Para delegacionit nga ambasada e Japonisë, shtetit që po e mbështet këtë veprimtari, drejtori i organizatës, Klaus Nilsen, bëri të ditur se deri më tani janë përfunduar disa detyra në zona të ndryshme, ndërsa aktualisht ka mbetur edhe 9 zona për të pastruar në pjesën veriore. Për ta krahasuar me pastrimin total dhe zonat që kanë mbetur, kjo hartë tregon pikat e gjelbërta që janë detyra të përfunduara që nga viti 2014
ndërsa pikat e kuq janë detyra që ende presin të përfundohen. Disa nga këto detyra i kemi filluar tashmë, por janë pezulluar për shkak të sezonit të dimrit. Ajo që është e mirë për tu parë se kanë mbetur vetëm 9 zona për tu pastruar, pra kanë mbetur rreth 1.8 milion metra katror në zonat veriore. Menaxheri i operacioneve, Haredin Kryeziu, ja prezentoi të deleguarit të ambasadës japoneze edhe pajisje që përdoren në terren për zbulimin dhe pastrimin e mjeteve shpërthyese, duke theksuar se një pjesë e sipërfaqes së pastruar duhet të kontrollohet sërish për të garantuar cilësinë e procesit. Ne përdorim një kontroll testues, pas 5 minutash bëjmë testin përfundimtar dhe pastaj përsëri pas 5 ose 10 minutash njerëzit tanë bëjnë një kontroll final për të siguruar që linjat e pastrimit po mbahen saktë dhe sipas miratimit fillestar. Ngjyra e gjelbërt përdoret për menaxhimin korrektues, pra për kontrollin e brendshëm korrektues. Gjatë takimit u fol edhe për një nga mjetet e gjetura gjatë operacioneve të pastrimit. Po është një parashut dhe ajeruan drejtimin e bombës fluturuese. Ky mjet ka një efekt me shumë qëllime, ka efekt fragmentimin që mund të përdoret edhe kundër automjeteve të blinduara me ngarkesë të formuar, po ashtu ky është i njëjti parim si ngarkesa e formuar, ky është amerikan. Kjo përdoret për trajnime dhe gjatë asgjësimit gjetëm disa pjesë të shkatruara. Kryeziu ushtoi se ekipet në terren përdorin edhe pajisje të ndryshme për orientim dhe komunikim gjatë operacioneve. Këshilltarët përdoren kur vetëm po kontrollojnë detektorët, ndërsa për aktivitetet të tjera që nuk kërkojnë fokus të veçantë përdoret Google, sepse është më i lehtë. Përdoret gjithashtu GPS-i dhe radio për komunikim. Këtë vit mbushën 27 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, nga e cila për gati 3 dekada mbetën shumë predha, mina e municione të pashpërthyera. Platforma 360 ka iniciuar peticion për mbrojtjen e bimëve dhe njohjen e ekocidit në Kosovë. Ky peticion u drejtohet institucioneve të Kosovës si një thirrje urgjente për veprim të menjëhershëm. Kosova në vazhdimsi është përballur me urbanizëm të pakontrolluar dhe reduktim të hapësirave të gjelbërta, e që janë ndër faktorët kryesor që seriozisht rrezikojnë shëndetin publik dhe mirëqenien sociale. Po mbulojnë mbeturinat dhe prej kësaj mund të përfundosh a kemi punë të mira si kemi, gjithashtu si kemi punë të mirë. Përveç mbeturinave ka dhe mungesë parçeve të gjelbrimit. Po mungesë parçeve të gjelbrimit, shkopëtune edhe ato parçe që po janë nuk po mirë mbahen ashtu si duhet e kështu. Fal gjelbrimit ja speshea. Çe kena punë? Qyra, qef, qyri. Po të japishe, bol mirë po të thëtë. Që që kanë mo. Po këtu kur pora, kush s'ka me shku, heq, pak. Këtë shqetësime kanë edhe platforma 360 të cilët kanë iniciuar peticionin për mbrojtjen e bimëve dhe njohjen e ekocidit në Kosovë. Jeta Berisha nga platforma 360 tregon arsyet kryesore të kësaj nisme. Qëllimet kryesore të këtij peticioni kemi shumë të qarta dhe të artikuluara, cilat janë bërë me përkrajen e avokatit Dring Grashdani, cili ka marrë shumë seriozisht këtë punë dhe është angazhuar për të sjellë një narrativ shumë profesionale dhe juridike, duke analizuar komplet kodin penal, ku kemi parë nenet komplet të fragmentuara dhe maksimalja e dënimeve do thotë është komplet minimale për prerjen e bimëve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu njohjen e ekocidit, një term global, tashmë vetë se implementuar në të gjitha shtetet e zhvilluara të Evropës për mbrojtjen e mjedisit dhe artikulimin e gjitha pasojave për ata që e shkatrojnë mjedisin me qëllim. Jeta Berisha nga platforma 360 fton qytetarët, profesionistët, aktivistët dhe organizatat që të bashkohen kësaj nisme për të mbrojtur të drejtën themelore për një mjedis të shëndetshëm. Ky peticion ka marrë për krajen e gjithë qytetarëve në Republikën e Kosovës. Tashmë kemi mira nënshkrime, po ashtu kemi një përkraje masive të organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë organizata amë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e biodiversitetit në Kosovë. Qytetarët thonë se çdo veprim i pakontrolluar përbën dëm të pakthyeshëm ndaj mjedisit dhe interesit publik, prandaj edhe do ta përkrahin peticionin për mbrojtjen e bimëve dhe njohjen e ekocidit në Kosovë. Mos planifikimi ndërtesave të qarta,
ndërtimet larta pa kontroll mendojnë, edhe tjetra është kjo mungesa vetësimet, për gjelbrem, për gjana tjera. Peticionin e kishe nënshkru? Po, e kisha nënshkru. Çka është në të mjetë e punës së mbarë, do të me përkëra. Sipas iniciuesve të peticionit për mbrojtjen e bimëve dhe njohjen e ekocidit në Kosovë, kërkohet angazhim serioz nga institucionet e nivelit qendror dhe të atij lokal, por edhe përgjegjësi dhe veprim nga qytetarët për të mbrojtur mjedisin. Ndërsa Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka vlerësuar se Kosova përballet me probleme serioze me cilësinë e ajrit të ambientit që rezulton me efekte negative shëndetësore si sëmundjet kardiovaskulare, frymarrjes dhe vdekshmërisë së parakohshme. Në raportin vjetor për vitin 2025, IKSHPK ka theksuar se cilësia e ajrit në Kosovë mbetet shqetësuese, teksa Prishtina ka dalë qyteti më i ndotur. Ekspertët e institutit kanë paralajmëruar dhe alarmuar se në qoftë se nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit dhe se rritja e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, e sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore, do të jetë shqetësuese. Sipas të dhënave nga 12 stacione automatike të monitorimit të cilësisë së ajrit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, viteve të fundit, Kosova përballet me ndotje të lartë të ajrit me partikulat me madhësi PM10 dhe PM2.5 në qytete si Prishtina, Drenasi, Mitrovica, Hanje, Lezit, Obiligji dhe Gjilani, thuhet në raport. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ndërkaq për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.